Përshëndetje Lela. Përshëndetje. Mirë se vjen në 25 pyetjet e Priveva Libertas Spahiu dhe shumë faleminderit që po na mirëpret në shtëpinë e re Findak. Ja bënëm për hajë napi media të ndoket, a? Shumë faleminderit juve që keni gjetë kohë me ardhë sot. Kënaqësi tepër e madhe, po reflekton një energji pozitive dhe po reflekton një farë qetësie. Edhe normalisht po reflekton diçka një farë vije pak më të definuar. Që është komentu shumë dhe kemi mbulu në portal kogja shumë na. A ja vlejti ndërhyrja? Po, definitivisht. Besoj që çdo gjë që të bën muni mirë kur të bësh, ja vlen 100%. E vërtet. Full ndryshime, domethënë full risi, kapituj të mbyllur dhe kapituj të ri që po hapen. Tash edhe në shpejt, domethënë qyre cekëm, cila okun është ta gjaja ma e munimshme e zhvendosjes. Po sigurisht që bardhja e krejt seneve të mia personale, unë besoj që si çdo çik që ka shumë tesha, shumë çanta, shumë toka, unë jam ekstra dhe pak më shumë, edhe që kjo pjesa e bardhjes të krejt gjanave kanë shumë e vështirë, po e kam pas babën këto që më kanë ndihmuar shumë. Faleminderit babosh. Unë thash që jetë të reflektu një energji shumë të mirë edhe jetë të reflektu një farë qetësie. Po normalisht që këtë njerëz të kena ups and downs tonat. Hera e fundit kur e ke përjetu një depresion të lehtë, kur u kon? Nuk më me thonë që kom përjetu kohëve të fundit depresione të lehta për shkak që punina mirë, punina plotësuar edhe automatikisht kur ti je mirë, ki veç energji të mirë, energji pozitive, nuk ki kohë me nuk kaq. Gjëja ma kot që e ke dëgju për vetën këto kohë. Se ke dëgju shumë sene, po besoj Shumë sene. Një shumë sene ka çdo ditë për veten. Po nështë atu ndërlidh me qëtë faktin e operimit. Ka çka kom një për vetën peq që saj njerëzit tani kanë mendu çka tjetër qysh ku mujt me bo. Amo jo veç kjo kanë. Senet e tjera janë kot. Po dhe kot. Ska sen tjetër. Përkundër se do muj me menu që ka. Një vit e ceka me shumë risi, me shumë ndryllime, me shumë ndryshime. Çka të mësoj 2025, ata shkur po e menon? Wow, 2025 është kam për mu viti ma i mirë, me thonë. Kam mësu që sa do plane që të bëjsh për veti, kam kanë gjithmonë një plan shumë ma i madhë që Zoti e ka bo për ty që të s'mënesh me ditë, po që kam marrë në kohën e duhur edhe kam e ta ndryshu në shta krejt jetën. Po ullëm pak për ato, se kena edhe kogja shumë pyetje. 3 gjëra që Lela i ka gjithmonë me vete. Po thom 3 se si influencer i ki besoj 30, po hajt. Sigurisht glas, këto ke qikat mëjnë më kuptu. Kuletën, me dokumenta, edhe një pasqyre. Zbën pa pasqyre. Zbën, asë mbek gjithë kum pas me veti pasqyren. Pasqyria për mu dok bukur, edhe kjo pjesa për mu dok bukur është komentu shumë, edhe unë e di që një deklaratë e jotja për stilin në Kosovë që kemi apo nuk kemi stil, u bo këgja shumë virale. A do këm bukur, a kem stil, as kem stil në Kosovë? Ja, po eri konfirmoj ato që e kom thonë, vëlla. Pse? Jo, që u konë, unë e menoj sa i përket dizajnera në Kosovë, dizajnerat më të famshëm, e më të mirë në krejt botën unë menoj që kena në Kosovë, jo ka të vinë edhe prej jashtit, edhe i marrin këto veshjet e tyne, po menaj që nështë tamë për ditëshmëri pak jo. Kem pun pak për më përmirësu. Pak po. Ma shku e femna bashka? Po. Fjalla që nëse dikush ta thot, ta caren. Mbaret prej kontekstit, mbaret qysh në çfarë momenti thuat, a moj di që një diçka që ma caren nuk është fjallë, për shkur të më thujnë Leila, e jo Lela. Më pengon që kësë Qaja jo s'ka nevoj me konë. Unë e kam Lela. Një premtim që dikush ta ka dhënë e që se ka mbajt. Besoj që është proces i jetës, ka më ndodh hala që njerëzit kanë më mbanë premtime që s'kanë më mujt me majt. Po një premtim që muj me cek, që më ka met në zemër, kur më kanë e vogël, babi jam gjithmonë ka ngu kësi kongë tradicionale me qiftelia, edhe më kanë shumë e fiksune që më mabli babi në qifteli. Ma ka premtu, hala sot 26 vjetë së më ka ardha jo qifteli, që kjo është premtimi që më thonë. Ko, unë prita diçka të mujve të fundit e dole të qiftelia, para 20 vjetë. Gjëja më vështirë pas një ndarje, cila ka rezultu për ty? Sigurisht më rikthy me jetu vetë, me gjetë prap stabilitetin, rutinën tem, që ajo për mu kam pjesa ma e vështirë, edhe që hala sot jam
e kam pak në proces këtë pjesë. Po besoj që si çdo gjë njëri mësohet, adaptohet. Nashta kur është njëri në lidhje duhet me nejt një farë hapësirë të vetë prapse konstant bashkë, mandej që kjo periudha po rezulton e vështirë. Lidhja është e mirë dhe kur të kalojsh kohë bashkë, se kur t'jesh me një lidhje sa ma shumë kohë me kalu me qatë person të njihesh e plotësune, ki qef me nejt me qatë person, kjo është mëse normale, ama dvynë sigurisht edhe hapësira jote, kjo është. Ama kur t'jesh bashkë apet me nejt që është shumë vetë e kijat nevojnë me kalu që kohë me qatë person. Ka ardhëshën që Leila nuk po e respekton hapësirën e tjetrit. Besoj ke pa komente të tilla vitin e kaluar shumë. Po. Që je kon konstant offer. Po. A mendon që je kon gabim ajo? A u kon perceptimi gabumi njerëz? Është shumë lehtë me gjyku diçka që ti nuk e njan brendësi. Na e kena pas një bashkëtesë dhe ti kur të bashkëton me një njeri ki normale me mbështet, me përkrah, me i nejt offer. Nuk u kon ashtu, nuk e kom një vetën asnjëherë keq, asnjëherë gabim. Përkundrazi, bili ka njëherë u kon kërkesa prej anës tjetër që jo po, hajde shkojna bashkë, hajde bojna. Ama su kon, nuk mundet kërkush me i kuptu dinamikat e një lidhjes. Pa kon lidhje. Në vërtet. Ama i kom pa komentet, po. E ke pa tjetër. Big Brother, normalisht që është, na e biseduam edhe para se më nis intervistën, që është kulmi, është vëmendja maksimale audiencës, edhe normalisht që edhe mas 10 vjetë njerëz deshte apo s'deshte kanë më të pyet rreth Big Brother ose kanë më ta çel temën e Big Brother. Besoj është diçka që e ki çdo ditë në rrugë kushdo që të sheh ose kudo që ki interakcion me njerëz. Sa po i përcjell Big Brother VIP-at, po them, dytë në këtë rast, se të kom pa që po komenton edhe ani edhe kënej. Sa herë që të kam kohë, sa herë që të gjej kohë, po edhe mos me pas kohë më dalë në TikTok, në Instagram, në çdo vend, ama i përcjellem me shumë qef. Big Brother i Kosovës e pat si vjetë përsa i përket qifteve. Do më thonë nuk u kriju nga historie dashurisë. Për shembull si vitin e shkum që ka qenë rekord, po edhe jotja që do më thonë në këtë rast përpos që e ka fiksu audiencën Kosovë, ka fiksu edhe nivelin ndërkombëtare, besoj e ke pa video deri në Arabi me ka 300-400.000 lajka. Kena romanca në Big Brother VIP Albania në tentativ disa, do pi dojnë publiku, do po dojnë ata vetë mrena, edhe si një farloj njose formatit, po edhe person që ke kriju lidhje brenda formatit, po të pës. Besoj po i shep Brikena, Mateo, Selin, Gimbo, sipas teje, kush për shembull ka gjas më kriju për një me, te kush po lezon më shumë? Kisha pas shumë qef që me i po nëse ju me një lidhje me një njohje Gimbon edhe Selin. Okej. Po më pëlqen shumë, zdi, po më reflekton ai pëlqimi poster, ato batutat në fillim, që do këtë gjithçka shumë e mirë, pozitive. Kisha pas qef, me i po. Ky nuk është rasti te Brikena Mateo, pavarësisht dëshirës publikut këtë rast. Mu personalisht po mënoj po ma reflektuj një energji shumë ma pozitive Selin edhe Gimbo. Po edhe Brikena e Mateo sigurisht që e kanë atë pjesën e vetë, ama kisha pas shumë qef me po ata dy bashkë. Fituesi ma i pamerituar i Big Brother VIP Kosova në 3 sezone. Atëherë, unë muj me thonë kush kisha pas qef une që me fitu prej të parit e dirin të 4-tën. Okej. Po ata që të pamerituarit prap nuk muj me i cilësu si të pameritun, se përderi sa kam fitu diçka ka pas, pa marrë parasysh se qka. Kështu që më me të thonë ata që kisha pas qef. Ose, hajde para se me dojnë aty, pe modifikojmë pyetjen pak. Vish 25 i ki dije. Po 25 i numërojnë, ka shikus për i vetë që i numërojnë, po e prejmë në një njësoj nevoja. Cili ka qenë më pak i preferumjet nga 3 fitus. Po ti kujtoj, Drilon Rama, Lumbar Saliu, Arkimed Lushaj. Jo, nuk ka cilë kanë. 3 për mu janë njëjtë. Nuk e kam një ma pak të preferun. Edicionin e fundit ju më kanë une, kështu që it's okay. U kanë edicione ku ju më kanë une. Edicionat e tjere i kom përcjell dyshën, nishin pak ma pak, s'muj me dhane gjëkem. Kush duhet me fitu si vjetë si pas teje? Kush dohet? Kush që pas qef? Pak mes dy zjarmav, kisha pas shumë qef që ma më fond, edhe është koha që me fitu një femën, që 3 vjetë me radhë kam fitu vetëm djemë në Big Brother, kështu që nëse po folëm për kush e meritëm prej vajzave, për dashnin që e ka morë jashtë, nëse në ato folë se që kjo të ke fundit llogaritet kur ti të flet për fitore, dohet me fitu Eliona.
e ka me drejtën e vetë me fitu. Po, nëse po folum për djemt, kisha pas qef që me fitu lundrimi nga ana tjetër, nëse prapë fiton vetë se një djalë. Ludo, menoj që është në venin e gabun. Në çfarë aspekti venin e gabun? Menoj që ai du të menoj tull të kurrika opinionistëve atje në alë, se ai Okej. është për atë ven për menimin tem. Interesant. Një gjë që njerëzit nuk e din, po që duhet ta din për Big Brother VIP. Sa do që ata gjithmonë thojnë, po na e kena kështu 24 shtatë, i dina krejt, i dina, nuk i din krejt. Nuk më nëshkur me kuptu dinamike në një situatës pa konë prezent. Kështu që i shohen, po mu i me thonë 50% po, 50% nuk mujnë me kuptu pa konë mrena. Një sken nga pjesëmarrja jote në format të cilën kur e shefu ma mirë mos kish ndodhë bre. Kur ju më bo nervoz, kur të shë vete në më doke që jam kanë shumë. Amo adon jam njeri, apo kupton, ka njëherë ka ardha i limiti jam. Amo kështë në përgjithësi jam shumë happy për rukëtimin që kom bos, kam naj pishma nëse naj menem për diçka që kisha bo ndryshe. Jo, qa jo jam on të ke fundit. Personi fundi që ke bo blok në Instagram, s'dia kom pi Big Brotherit ajo? Jo, asë një dhe Big Brother nuk e kam blok. Ty në ashta blok s'pi bon, po më follow po ta bojnë? Si sha. Si sha bish të sheshet e mirë që po më kalzan. Qytë punë e kem na? Jo, nuk e kam blok i kam njerëzë që zakonisht kur të shën mesazha që kanë shkruar ai ofendim, kështu shumë. Jashtë limite. Blok. Mirja Bye bye. Kur je prej mbes të fundën herë? Oh, wow. Shumë herë jom prej mbes. Kam me vazhdu më prej mbes, sigurisht. Një herë që one e një është para se me himbeg jom prej mbes, po që one kom zbulu që në ditët e para kër kom dalë. Kënë gjithë me lidhje me shoshni që i kom pas para formatit. A ndikoj Bigu në këtë rast ajo? Apo vetë se ka qenë diçka e ndodhur? Pa, nështë a Bigu pak më ka ndihmu me i po dëgjona që nësi shakon të i po, sigurisht. Këtë rastësisht, pyetja radhës ko ka. Këtë rastësisht. Gjeneta apo Anisa, cila zgënjeu më shumë nga të dyja? Asnjona. Asnjona heqa? Heq. Pas ke prit që e prish komunikimin me to? Jo, s'kom prit kur gjo, s'm ka zhgënyu asnjona, s'kom prit kur gjo. Për mu kon, është krejt okej, jo kon, po është krejt okej. Me asnjona sot s'ki komunikim? Jo. A të vjen keq për këtë pjesë? Po, drejt me të kallëzu? Jo. As tërë keq që për shembull nuk po bën bashkë në për evente, nuk thirrën. One, gjdo njeri që ka u kon pjesë jetës tem, veç i uroj suksese. Në krejt ato që i ka qef me i bo, nuk jam njeri që muaj më lef. Shumë mirë. Çka ndodhi me planet angazhimit të Lejës në televizion? One ju më kon pjesën e formatit ma të shikun, edhe është shumë e vështirë kur delsh prej Bigut me gjitë diçka që është E nivelit për afërt, a? e nivelit për afërt. Në këtë rast, krejt projektet që më janë ofru nuk i kum po Të denja. po. E qartë. Për projekte ndryshme për Big Brother, jo, a për projekte të ngjashme ose të njëjta, ndoshta. Konga që e dëgjon on repeat kur je mërzitën? Konga që kum gu edhe ku jum comeback që kum kajt jashtë në barë. S'pas ka ndru kur gjë. Jo. Shpenzimi më i madh që ke bë për cilin nuk je as pak pishman. Bëj shumë shpenzime. Bëj shumë shpenzime se punoj, jetoj vetë, apo nëse më i vetit mja plotsu një dëshirë, një qef, pse jo, jap shumë, nështë atë që kjo është arsye edhe pse Zoti m'jap tani mu, kështu që e kom ble një farë syza mjum që s'ka pas nevojë mi ble, po s'jam pishman, se kam i përdor herë të kurës. Exakt. Cila është një këshillë e mamit që qëndron si bafë në vesh? Mamin e kam shumë të mirë, edhe çdo herë, çdo gjë që jam si me bëja, jam thot veç kënaqo. Mos i ngosh ka thujnë tjertë, mos u merr me asnjë fjalë tjerëve, se tek e fundit me jetën tonë ballafaqohesh veç te, edhe nëse na herë kemi pas pasoja, ti kime u ballafaqo me pasojat e tua, ju njerëzit e tjerë. Kështu që jeto, edhe kjo u kon këshilla që më ka dhënë edhe kur kum him bek, edhe për qytetarën ashta nuk e kum pasur në problem këtë pjesën e me kriju lidhje afrimitetit, se i di që prindtemi edhe babën këtë rast i kam gjithmonë mas vete. Veç më pojnë knaqo, bën çka dush, knaqo, shia i eri. Që ajo ma e rëndësishme. Edhe një këshillë që e kuptova më para se me bëu këtë intervistë është qiti që taftu pak le dokën tavolinë se bukur po rrina. Mami mi ka ble qito, se tha dokën vjen në intervistë. Mire ka pas mami. Edhe ka shtë jo ka zot ashtë por zotën kap një qita se
gjëja më e mirë e qenurit single? Oh, wow, okej. E organizoj në rutinën tem. Vendosju në shka me bo, vendosju në për gjithë shka që du. Nuk do na me ndoa pak menimin edhe me dikant tjetër. Që kjo është? Në 24, jo po një 34 pyetje para prake, cila është pyetja cilën u përgjigje ma pa qef? Tonat jom përgjigj me qef, për diri so kjo arti këto jam shumë në rregull me këtë pjesë. Leila Knasiti për mallën, falenderoj shumë. Faleminderit që japi dyert e shtëpisë re, edhe veç suksese. Me sa po e kuptojmë, Italia plan dyta, Kosova do vazhdoj të jetë. Për momentin jam hala në Kosovë. Si dihet, nështa edhe jashtë Italijës, nështa na i kënd tjetër. Gjermani jo, sa e dim pak Jo, Gjermani. Si dihet nështa edhe atë. Nuk i dihet. Knasiti për mallën, faleminderit shumë. Faleminderit shumë juve.